Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues. Jemi sot në podcastin Okult. Jam me mysafirin tim të përhershëm, zotin Redi Varaku. Do të flasim pak për situatën e brendshme dhe situatën e jashtme që bota po kalon në një periudhë si quhet interbellum. Ka domethënë në këto termat e luftës në anglisht i thon antebellum, kur jam para se të fillojmë atë luftën e madhe siç është Evropa me Rusinë, të paktën siç duket deri më sot nga riarmatosja e Evropës, është dhe epoka postbellum, si quhet, por ne sot jemi në interbellum, duket sikur lufta krijon ca kushte e paqe, por palët armatosen dhe ndërtojnë në taktika të reja për të realizuar të njëjtën strategjitë që i kanë vënë vetes para luftës dhe para betejës. Para se të filloj bisedën me të ftuarin tim, zotin Redi Varaku, ju kujtoj atyre që s'janë dy thundrak, jo atyre që duan biberon me qumë shtëpin, atyre që duan të anë mish të rinë këtu ke podcasti Iliris ku thuhen të vërtetat dhe ku njerëzit mund të mësojnë në shumë gjëra duke bërë punë të tyre të zakonshme të përditshme, duke parë video tona nga telefoni, por që të na krijojnë ne ca efkolira, siç i themi ne nga Korça, ca lehtësira aty në YouTube për të hedhur copa të shkurtra, vazhdoj t'ju bëj thirrje atyre që në qoftë se do t'ju bëj një thirrje me gjeni një gur të çaj kokën, nuk do ma sillnin këtë gurin, atyre u bëj thirrje subscribe në kanal, kurse ata që kanë hyrë ruajnë me dylbiça do bëjnë ndonjë gabim të më vërsulen, ata që janë vaksinuar nga 3 herë dhe kanë marrë dhe ato vaksinat e 4 të 5, ata nuk i dua t'i kem këtu në kanal, ata dua t'i ikin të shikojnë punën e tyre, të venë të shikojnë qerosin ande, se gënjeshtra ka pafund që i dhe në tregun mediatik. Njëkohësisht falenderojmë dhe sponsorët e emisionit tonë, të cilët janë përzgjedhur me kujdes si biznese për mall dhe shërbime, shumë serioze, dhe kush ka në fushën përkatëse nevojë për këto shërbime apo mallra, mjafton të fuz emrin në internet dhe i dalin të gjitha pikat e kontaktit për të komunikuar. Zoti Redi, mirë se më keni ardhur në bisedën e kësaj jave. Mirë se t'gjeta. Siç e deklarova në hapjet e emisionit dhe siç ram dakord edhe bashk paraprakisht, mendoj të fillojmë bisedën mbi situatën e brendshme. Jemi në prag të zgjedhjeve të 11 majit, ka mbetur më pak se një muaj, sa i bie 25 ditë. Sa është data sot? 13, nëse është 14. 14 sot, pra më pak se një muaj, afërsisht 37 ditë. Këto partitë më dha kanë ndezur motorat, bën hapjen e fushatës nga njëri krah, e hapën ditën e premte, e hapi opozita kryesore që është koalicioni i drejtuar nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha, kryetari i saj, me partitë e tjera të cilat kanë nënshkruar të koalicionin paraelektoral. Dhe ditën tjetër, ditën e shtunë, e hapi fushatën Partia Socialiste, e cila është mbajtëse 3 mandateve qeverisë në Shqipëri, që në vitin 2013 ka 3 mandate dhe kërkon të marrë mandatin e 4. Ajo që duhet të bëj një hapje paraprake të bisedës është fakti që situata ndërkombëtare ka ndryshuar, ndërkombëtarët të cilët kanë pasur një rol të madh në vendosjen e fatit të partive qeverisë dhe të liderëve politik në Shqipëri, që është nga viti 2000, sidomos kanë vendosur putrën e tyre të fortë në vendimarrjet për çështjet kryesore. Ndërkombëtarët janë shpërberë, nuk kanë më të kohezion dhe nuk janë më në koalicion mbas ardhjes së Trumpit.
Duke sikur Amerika është këputur nga problemet e Evropës, do më thënë nuk kam me atë vëmendjen që ka pasur, kështu duket dhe me Shqipërinë, ende nuk është caktuar, do më thënë nuk mund të quajmë që ka ambasadë, po mund të themi që ka një konsulat këtu, dhe kjo tregon interesin e ullët të Shteteve të Bashkuara për Shqipërinë. Bashkimi Evropian duket sikur mban anën e Partisë Socialiste. Me Edi Ramën ata realizuan shumë objektiva në Shqipëri, larguan shumë shqiptarë nga Shqipëria, kam filluar ta kolonizojnë vendin me tuaj, të cilët vinë nga bota e tretë dhe vinë këtu ku ne mund ta quajmë vetëm botë e dytë. Një pjesë duan ta përdorin si trampolin për të ikur në botën e parë, në perëndim. Një pjesë duket sikur po ju pëlqen, po integrohen, po rinë këtu. Duket sikur jemi përpara një ndodhje shumë të rrezikshme që ka ndodhur dhe në Evropë, që ka të bëjë me atë që quhet plani Kalergji, për të dobësuar përqendrimin në numër të madh të racave të bardha, siç kanë qenë të krijuara nga Zoti këto punë me shekuj edhe me mira vjeçar ndoshta. Dhe këtë punë dhe këtë mrekulli të Zotit me racat, ku secilën racë e ka lënë në një vend të caktuar, këta po përpiqen ta prishin sidomos në vendet më të zhvilluara të botës, që janë ato ku shumica absolute ka qenë sigurisht raca e bardhë, siç e thash. Kjo gjë po realizohet dhe në Shqipëri, fatkeqësisht, shqiptarët janë në gjumë, s'kuptojnë asgjë. Ne shikojmë në çdo sheshje dalim vazhdimisht raca të tjera. Nuk kam absolutisht asnjë gjë me racat e tjera, nuk ndjejnë superioriteti as inferioriteti ndaj askujt, unë personalisht, por unë mendoj që Zoti ka bërë një kryevepër, kur ju caktoi vendet, ju caktoi dhe racat, të gjitha ngjyrat i ka bërë Zoti, dhe të gjitha ngjyrat ai i di më mirë se kushdo pse i ka bërë, dhe kundër Zotit ne s'mund të kundërvihemi asnjëherë. Problemi është që racat e tjera, jo të bardha, të cilat ndodhen në kontinentet tjera, në Azi, në Oqeani, në Lindjen e Mesme, në Afrikë, të cilat kanë sulmuar të vinë në vendet e bardha, racat e bardha nuk kanë aq shumë territor dhe aq shumë popullsi sa të përballojnë dhe të ngrejnë mirëqenien e këtyre. Mirëqenia e këtyre kontinenteve nuk mund të mbahet me remitanca, po mund të mbahet me duke investuar atje, duke ngritur mirëqenien e tyre, duke ndihmuar me kredi nga banka botërore, që ato vendet zhvillohen dhe ata të rinë atje në vendet e tyre. Pra jemi përballë edhe këtij rreziku të madh, njëkohësisht nuk duhet të harrojmë firmosjen e marrëveshjes së Edi Ramës me kryeministrin italian Meloni për të sjellë këtu afrikana apo nga Lindja e Mesme persona të cilët thuhet që do të qëndrojnë për një kohë të përkohshme, po kështu gënjeshtrat kështu fillojnë gjithmonë. Është më mirë të jetë djep i bosh, mendoj unë, se sa shejtani brenda, se nuk dihet ku del shejtani pasaj dhe idhet. Dhe këto toka të cilat neve ne i kanë lënë të parët tani, i kanë mbrojtur me luftë, me gjak, me male eshtrash, me lumen gjaku, me vuajtje të mëdha, me sakrifica të mëdha, tash në një mënyrë soft të butë, sorosiane, të vinë t'i marrin të tjerët, duke larguar shqiptarët dhe duke thirrur nga botë e tretë të vinë këtu ke ne botë e dytë. PD-ja duket që këto nuk i kanë në program dhe nuk i kanë në agendë, nuk i deklaron këto fenomene negative, deklaron vetëm gjysmën e parë, thot kanë ikur shumë, por nuk deklaron këtë që kur të vinë në pushtet të ndjekë politika që të huajt të mos lejohen të bëhen rezident në Shqipëri me prona. Njëkohësisht kanë dalë disa parti të tjera të vogla, të cilat kanë krijuar disa koalicione të vogla, dikush ka dalë vetë, janë 5, 6, 7 subjekte të tjera, të cilat mëtojnë të fitojnë vota. Si e lexon Redi situatën që ndodhet vendi paraelektorale,
Ç'a mendon se mund të ketë ndryshuar në krahasim me zgjedhjet e fundit ku PD-ja ishte komplet e përçarë, pa vullë, pa leadership, me disa maskaren do t'i quajnë unë nga brenda si Lul Basha dhe sidomos ai tjetri që ishte në parlament, Ali Beaj, domethënë sa fundërina do t'i quajnë të këtyre 35 vjetëve që e përçan në gjithë krahun e djathtë duke u bërë shërbëtor të ambasadave. Pavarësisht se me këtë nuk duhet të them që unë jam dakord me leadershipin aktual të Partisë Demokratike, por leadershipi i Bashës nuk duhet t'ja tashoheshe këllirave të tilla si ai Blinken, ca fundurina të tjera që ishin atje, Biden e ajo tjetra që ish kandidate për presidente, domethënë ca këllira, domethënë të biesh në gjunjë përpara atyre dhe të shkatrosh opozitën për ambicie personale. Kjo është për mua është një krim i madh të shkatrosh opozitën dhe ta futesh në gjithë ato probleme të biesh në lojën e ambasadave. Si e shikon situatën tash Redi? Fjala për ju. Tash fjala ajo që duhet diskutojmë në kohën që ti po bëje parashtrimin, mu kujtua që në të njëjtën ditë që Partia Demokratike po bënte, që ishte dita e fillimit, le të themi, e çeljes zyrtare të fushatës zgjedhore, Nancy Van Horn, që është e dërguara me punë në ambasadën amerikane, ndodhej tek, domthon pas e them këtë për shkak se nuk ka pas asnjë aktivitet politik ndërkohë kjo zonë. Gjatë kësaj periudhe, gjatë kohës së ardhjes së presidentit, të rikthimit të presidentit Trump, atë ditë u rishfaq, domethënë, tek dhoma e tregtisë amerikane ku fliste për biznes, për investime etj. Çka unë duhet ta lexoj, domethënë, një mesazh të qartë për sa i përket asaj që po ndodh në Shqipëri dhe nisur nga ajo që ti the mungesës së një ambasadori etj. Dhe duke lidhur mungesën e ambasadorit me këtë reagim të ambasadës, unë mendoj që kjo është talli, domethënë kështu. Duhet lexuar si një, domethënë, që ne se ruajmë fare se kushdo vjet ç'a do bëhet. Absolutisht një domethënë neutralitet i papar deri më tani shumë i ambasadës amerikane për sa i përket një qëndrimi që duhet mbaj për sa i përket zgjedhjeve etj. Pra nuk më bëri shumë përshtypje. Nuk e di e kanë vënë re të tjerë këtë, po nëse hap faqen e ambasadës amerikane, ti shikon që i vetmi aktivitet që është bërë dhe ku zonja Nancy Van Horn ka qenë prezent, është ka qenë në datën 11, ku u shfaq thash tek dhoma e tregtisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra në këtë kuptim, ajo që shohim është që kemi një tërheqje të Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket asaj që po ndodh në Shqipëri. Në kuptimin që unë mendoj që gjërat Fred mendoj që vendosen përpara se të vi ky momenti i fushatës. Akti i fushatës dhe i zgjedhjeve. Për mua domethënë ka disa piketa që paralajmërojnë edhe rezultatin. E filluam me kodin zgjedhor, një kod zgjedhor domethënë që ishte për mendimin tim vetvrasje për opozitën, sepse opozitës nuk duhet binde dakord për listat mbyllura, sepse fuzioni që krijon listat e hapura do ishte domethënë në dobi të opozitës. Votimi për emigrantët mendoj që është sot që them e kam 100% sepse qeveria dhe mazhoranca e kanë mundësinë ta manipulojnë si vullnet me 1000 mënyra. Kështu që dhe nisur nga këto piketa, nisur nga kodi zgjedhor, se kodi zgjedhor paralajmëron deri diku edhe do ketë apo jo rotacion. Ishte një kod zgjedhor që opozita humbi 2-0, le të themi. Pastaj kemi momentin e përzgjedhjes kandidatëve që do përfaqësojnë, ekipit që do përfaqësojnë. Opozita sërish, domethënë, edhe pse u bën primare, u bën ato primare që u bën, nuk ja doli që le të themi koaguloj
njerëz që në terren do të pavarësisht se ka përjashtime, dhe unë shoh individ shumë të rëndësishëm që po japin efekt në terren. Po nuk arriti të prodhoj njerëz dhe individ që do prodhonin sinergjinë e duhur në terren për sa i përket opozitës. Programi po ashtu, programi është shumë i mirë, e dëgjon, por kryesisht kemi hyrë tek ajo Videon Sapiens, sot Giovanni Sartori. Kemi hyrë të njerëz që nuk paramendojnë më, janë produkt i videove dhe imazheve që shohin. Njerëz lehtësisht të komandueshëm që përmes videove dhe emocioneve që nuk kanë hequr dorë së gjykuari. Kështu që e shoh këtë një mujorin e fushatës. Ne prandajemi këtu që të përpiqemi ta shkëputim njerëzit nga ndikimi i reklamave dhe ti zbresim me këmbë në tokë, ti tregojmë realitetin e vërtet dhe ti bëjmë të mendojnë. Domethënë një pjesë e atyre që shumë e madhe që kanë ngrënë dynjan këtë dekadë ose këto 12 vjet dhe përsëri mirë këta që marrin leja ndërtimi edhe sot, madje më duket po jepen leja ndërtimi tashi. Domethënë është një lloj aktiviteti që zakonisht qeveritë e kufizojnë, këta japin sepse këto kompani dhe mëdha kanë punëtorët e tyre që botojnë, këta hedhin lek pafund në opozitë, në emigracion, këtu brenda hedhin lek pafund. Dhe këta fitojnë dhe normal mund ta mbështesin qeverinë Rama, po këta njerëzit e thjeshtë të shkretët që kanë 12 vjet që torturohen në përzyra e kështu tash. I shikojnë da një orë 13 milion euro, kupton, kryet dardari që të marrësh një lej në ndërtimin AZT e para ju të thotë do vesh thotë këca firma tuaja që i ka përzgjedhur ky. Duhet vesh atje, po dy unë thonë këta ndërtuesit 60-70 euro ajo metri. Po për metër katror ju kërkojnë ata për të bërë një planimetri, arkitekturën, kupton? Pastaj këto kalohen, merren një lejat në bashki. Pastaj i merr kryedardari atje në AZT, kupton? Në AZT, për shembull, këto nuk kalojnë në mënyrë elektronike, këto do t'i kalojë kompjuteri. Ke një zonë urbane ti të planifikuar me ndërtesa 4 kaçe, 3 kaçe, distancat duhen kaq nga kaq, përqindja e intensitetit ndërtimit duhet kaq, cilësia e ndërtimit duhet kaq metra përkundër tërmeteve, pasi i bën firma që ka zgjedhur ky e urbanistik sa atje në Zvicër apo në Austria ku diun, përse duhet prap ke AZT-ja të vesh të zëshradhe. E di ti që AZT-ja është i vetmi institucion që punon 16 orë, 18 orë në ditë. Hynë e dalin njerëzit. Hynë me torba, disa dalin pa torba. Më kupton? Do me thënë, nuk e di ka shik në Shqipëri që të raportoj se çfarë bën kryedardari e dele dhe thot, nuk ka pirë kurve, thot, të fut të kërkoj, thot, në xhepin tim, thot, në diçka nga xhepi tyre. Përse këto leja nuk i kalojnë me kompjuter, me inteligjencë artificiale? Kupton? Përse? Vazhdon korrupsioni lartë, se spaku i që sikur lufton. Të shqiptarët e dinë se ç'a ndodh. Këta vetëm spaku nuk e di se ç'a ndodh. Kupton? Përse këto lejat e ndërtimit, shiko, isha në Milano, edhe kisha një shokun tim atje, dhe më tha, kishte bërë një shtëpi në një cop tok që e kishte blerë aty, në periferit të Milanos. Edhe, se unë shbiriloj kështu këtë punë kam, dhe i the, more, ti i thash, dhe në një gjë, i thash, këtu i thash, si Shqipëri shtu? Jo, tha i tha, vajta tha, më tha, gjej një firmë këtë duash, një firmë arkitekturore, bëj studimin, i din edhe rregullat, sa duhet jetë atje, sa kaçe zona, sa kupton, distancat e këto, shko bëj atje, sille në qoftë se ata i kanë zbatuar ato, silli këtu, ta aprovojmë ne dhe fillon ndërtimin. Dhe ky vajti, ja bëri firma atje, i dha lekët sa deshin ata, e çovi ke urbanistika.
E morën e panë ata, kur e qovi ato, i qovi dhe i bakshish, ky si që mësua në Shqipëri, tha, man, tha, ma ka lodha, dhe i dha kafen. Edhe i tha, qa në këto, tha, të mora me shqelma, tha, të zbova, se këshin kryuar që mua betë shu, që ish konte, pjëste, si ti bëjt, si këshu. E i tha, të mora me shqelma, tha, të kë provokon ti, tha, mua mi bën këto, tha, jashtë, orë në Shqipëri e mësuar, o së Shqipëri këtu shparu, po merë dhe njerë më bëre këtë propozim të... E mbarovi ky shpin, e bërja lamet shpije dhe në fund, një vit, 7-8 muaj pas i mbarovi, se atje kur vinte ke zyre këti, vinte në njerë goca këti, e kishte në klas vit parë, gjimnaz, vit dytë, edhe vinte me një telefon të vjetër ajo, e bia. E ky vajti i blevi një Nokia dhe e bëri dhurat, i tha, këta të lutëm, i tha, pranoje, tha, jepja gocës, tha, nga mund, tha, se pas që kishte një telefon të vjetër, tha. Mirë, tha, këta mund të ta marrë, i tha, durat, i tha, okej, tha, ja pranovi. Dhe deshte të bënde ndërtime aty të tjera, se kishte tokë, edhe më tha mua këtu korupcioni zero, vlad. Kurse ti që është në Burg, po t'i vinje për një pallat, më kanë thënë, 12 katësh, i këshin vajtur, do më thënë, nuk të pranon të me 500.000 euro, 1 milion. Kupton, kështu son këta ndërtusit. 1 milion euro që të merr një lejnë. Edhe themi ne, paret e pista, ngritën çmimet në ndërtim. Jo, kryesisht e kanë ngritur korrupsioni, se këta nuk të falin, nuk të japin leja, që të marrësh një lejë e një pallati ku shedis sa i rend duhet të ish në institucion në AZT dhe sa i let duhet të dalësh. Më kupton? Ja, unë e di që kjo video dhe këto deklaratet e mia mund të hapin debat nesër, po nuk e u kam frikën fare, ju them fuck you, ju them këto që them unë janë të vërteta dhe i di tër populli. Atyre që po duan let medhin e në gjyq, se nuk e ruaj fare, po këta populli po paguan që një familje e thjeshtë e shkreta nuk blet dot një hyrje pallati, sepse pallatet kanë mbajtur si frengu pulën vetëm prej, kryesisht janë ngritur çmimet prej ngritjes së korrupsionit, të dardhaxhinëve dhe sidomos të krye dardarit atje në AZT, që është kthyer një grup i strukturuar kriminal atje në AZT. Edhe s'paku flej gjumë, edhe s'paku bëhet gjoja si kur do luftojmë këto problemet që do të dalin gjatë fushatave, problemet e korrupsionin elektoral e kështu, asgjë nuk ka për të bërë. E diku e shikojnë s'pakun që është me krye dardarin, që ta merrni vesh juve, ju kujtohet Redi kur ky vuri një kryetare bashkie që sipas juristëve atyre që merren me këto çështjet e ligjeve, ishte shkelje në fakt, aty u bë shumë mirë aty krye maskarajt të bashkisë që futën atje dhe akuzat nuk janë për brekët e të shoqese për ato robat firmato që blinte ajo, po akuzat janë incineratorët, po incineratorët të çojnë ke krye dardari dhe krye dardari nuk le të hapet çështja e incineratorëve dhe e dyta, PSD-ja, ajo është drejtori madh i PSD-s. Nuk janë, këta janë lepurushat vegjël këta, qishin këta, ajo hylli i ujrave, ku di unë që kishin emrat dhe mbiemrat atë se unë bajment, ajo afrim qendro e qishin ta, që s'ju afroheshe dot për ndonjë halla, për ndonjë punë, që në fillim të fillonin të shikonin çfarë rroba kishe veshur, si ishe nga të shikonin xhepin ku mbaje portofolin, ishte ndonjë çik i fryrë kur ju afroheshe për ndonjë gjë apo jo. Dhe populli këta njerëzit e shkret që nga do ven paguajnë me djersën e me gjakun e tyre, duhet të mendohen mirë para se të votojnë. Por unë Redi them që këtu zgjedhjet janë farsë. Këtu s'ka demokraci. Demokracia është vrarë më 2008. Sepse, ja, ta theme me dy fjalë, këta kanë bërë sistemin antidemokratik. Pse? Sepse nuk lejojnë partitë e reja të ynë në garë dhe t'i shporin këta maskarejnë të dy krave që i kanë pirë gjakun shqiptarve. Këta nuk duhet të dalin në zgjedhje, këta qorrat e këta çfarë janë dasherat e kuediun
Çfarë ju thon atyre të tjerëve, këtyre djemave të rinj që kanë dalë nga Saranda, Lapaj, se ma kujtoj regjia, këta shumë mirë që kanë dalë këta, po këta s'duhet ty në ringun që i kanë ftuar këta. Këta duhet të bëjnë në protesta, të bashkohen të gjithë bashk, edhe të ndryshojnë në dy gjëra në kodin zgjedhor, sepse këtu është shkopi i Mojsiut që këta mbajnë pushtetin. Të heqin sistemin me 12 rajone me proporcional, dhe po të duan të avë me proporcional, të vendosin Shqipërinë me një rajon. Edhe aty ta tregoj sa i fort është Rama me Berishën. Me një rajon, i voton populli shqiptar, apo si voton? Sepse këta marrin të dy të mëdhat, nuk marrin as 60% të votave të shqiptarve që shkojnë në votime, dhe ja u vjedhin këtyre të tjerve, sepse këta i lën rrugëve të gjitha këto partitë e vogla, lën 6.000, 7.000 se cila nga këto në Korçë, 6-7.000 në Berat, 6-7.000 në Shkodër, janë nga 5-6 parti që marrin nga 6.000, pra lën nga 30-40.000 vota, i lën dhe ja u marrin këta ky këmbëmadhi e Egyptit, rënk, ky tjetri rënk, doktori, ja u vjedhin. Edhe njerëzit që nuk duan të dalin në votime, po që se do ishim vetëm këto dy parti, këta i nxjerrin nëpërmjet tyre partive të vogla, duke u dhënë shpresë, edhe nëpërmjet sistemit duke u marrë. Pika e dytë që duhet të ndryshojnë në këta, është se nëpërmjet kësaj mënyrës së ndarjes në 12 rajone, këta i ndajnë dhe rajone të studiuara që t'i fitojnë këta të dy. I thotë do të lej një zonë të madhe këtu ku ti e 70%, do të lej 90%, edhe do të marrë një zonë këtu ku unë jam 20 që të shkoj 60 unë. Kupton? Pra bëjnë manovrime të këtilla me ndarjen në 12 qarqet. Kur do vi një forcë tjetër në pushtet, e ndajnë në mënyrë tjetër që të marrë 3-4 vota vetëm nga ndarja e rajoneve. Kurse kur është me një rajon, s'ka më dinakri se si ti ndajnë. Si kush merr të vetat. Ke marrë ti 5% në rang vendi, 5% të mandateve do marrësh. Kjo është burëria, edhe ta tregojnë veten këta sa të zot janë. Shqiptarët nuk i votojnë, këta ju vjedhin votat e partive të vogla. Kurse partitë e vogla hynë në këtë sistem. Dhe e dyta, se nisa dhe se mbarova, e dyta është që këta nuk duhet të lejojnë që komisionet të jenë politike, t'i caktoj PD-ja me Fatmir Mediun këte, dhe PS-ja ande 3 komisioner dhe të shtatin njëra njërë tjetra, sepse janë 7 komisioner në qendrat e votimit dhe të numurimit dhe në komisionin qendror zgjedhor, i vendosin këta, kur do fitoj PD-ja heqin Iliran Celibashin dhe në, nuk e di, një tjetër atje që ishin ata, kur do fitoj PS-ja dhe në Iliran Celibashin, do me thënë dalin 4-3 atje dhe merren vesh me njëri tjetrin. Pra, zgjedhjet në Shqipëri të nderuar votues janë fars. Mos ju gënjej mendja që ju që vini për partitë e vogla do të fitoni. Me këta partitë e vogla sot ju duket vetja shumë të fuqishëm, do marrin 3 këtu, 2 atje, në fakt nuk do marrin, nuk e di nëse do marrin një gjithë partitë e vogla apo 2. Dhe në fillim ju duket vetë janë në optimist dhe janë si Luan, pasaj bëhen si pula kur mbarojnë zgjedhjet. E vetmja rrugëzgjidhje, ju them të gjithëve këtyre, Alind Qorit, Dashejt, e tjerve, është ndryshimi i sistemit dhe ndryshimi i komisionerve. Komisionerët mos i caktojnë këto partit. Këto vjedhin me korupcion në teren, vjedhin votat në komisionet e qendrave të votimit, po sidomos në komisionet e numërimit, vjedhin mandate prap kur janë të diskutuara nëpërmjet atyre gjykatave që kanë për zgjedhjet, i vjedhin dhe atje, ju vjedhin votat pasaj atyre që s'kan kaluar pragjet gjithë partive të vogla, aty që thash që është vjedhja me madhe, dhe ky gallof i gjatë vjedh vullnetin politik të shqiptarve, krye Dardari. Prandaj ju them partive të vogla, këtu ka nevojë për protestat të fuqishme për të ndruar kodin zgjedhor. Ju s'duhet të hynit në zgjedhje pa ndryshuar ta kodin zgjedhor. Me këto 2 element ta bënin garën të drejtë.
një zonë zgjedhore dhe sikush të merrten proporcional vendet që i takonin, ndryshimi komisionerëve. Komisionerët të jenë të pavarur nga noterë, avokatë, mjekët domethënë që janë në privat, mësues që janë në privat, pra me intelektualë që nuk janë të paguar nga shteti. Kjo e tregon fuqinë sa të fort janë PD-ja dhe PS-ja. Të gjitha këto janë të paravendosura në tavolinë dhe gjithë loja luhet PD apo PS. Partitë e vogla dalin nga funksioni. Arsyeja pse Berisha ka marrë partitë e vogla në koalicion paraelektoral është se votat e këtyre partive të cilat kanë pranuar ty në çadrën e Berishës, dhe punë e tyre pse kanë pranuar, nuk i gjykoj, është që këto duke i lënë votat rrugëve po mos ishin në koalicion me PD-n, do t'i merrte gjysmat Rama, më shumë se gjysma dhe gjysmat PD-ja. Për t'i marrë të tëra votat e këtyre, PD-ja i ka futur në çadrën e vet dhe zhlogaria e vet. Kështu e shikoj unë Redi, tashi nuk e di nëse ka ngelur diçka për të realizuar, për të analizuar për zgjedhjet, kur zgjedhjet janë fituara në tavolinë nga dhe lufta është vetëm midis PD-PS. Tashi, kur po flisje për korrupsionin, për pallatet e tjerë, pa diskutim është ai që gryen vendin po më i madh është korrupsioni politik. Dhe korrupsioni politik ka të bëjë pikërisht me këtë që po diskutojmë. Korrupsion politik do të thotë që eliminimi i demokracisë. Pra, ideja është që të mos ketë më demokraci përfaqësuese. Pra, nëse dikur populli me votë zgjidhte elitën dhe elita zgjidhte atë që do të udhëhiqte, sot populli me votë nuk e ndryshon dot më këtë elitë. Kjo elitë në një farë mënyrë që është sot i rëndon dhe populli është i pafuqishëm, sido që të votoj, ajo pak a shumë ajo që theti me këtë lidhet, me faktin që sido që të votoj populli mbetet e njëjta elitë në kryet vendit. Çfarë ndodhi në SBA për ta krahasuar me atë që ndodhi në SBA? Ajo që ndodhi në SBA është që Donald Trump ishte njeriu që për herë të parë mori votat popullore duke përmbysur elitat që po qeveristin SBA-n. Kënetën në Washington. Elitat kishin përgatitur që të vinte në pushtet Jeb Bushi. Ky ka qenë projekti. Donald Trump ishte ai që i prishi skenarin për shkak se në Amerikë u munduan shumë deri edhe në atentat për ta afisuar, për ta eliminuar politikisht, por Amerika është Amerika. Amerika është demokraci. Në Amerikë është shumë e federalizuar, ka shumë pole dhe është e vështirë ta e pa imagjinueshme që dita po gjithsesi dhe atje domethënë për 30 vjet, për 30 e kusur vjet, pas 90-s domethënë ka qenë bllokuar mundësia që qytetarët ta ndryshonin elitën që i qeveris përmes votës. Në Shqipëri harrohet, në Shqipëri jemi në demokraci hibride, harrohet që të ketë mundësi qytetari përmes votës ndryshoj elitën që i qeveris. Kjo e ka kthyer këtë në problemin më të madh dhe kjo është arsyeja pse u përpoqen ata që mekanikisht të bënin një ndryshim të elitave, gjë që nuk bëhet dot sepse duhet të jetë e inxhinieruar, duhet të jetë biologjike, duhet të jetë e brendshme. Populli duhet ta prodhojë vetë. Nëse ti si popull nuk e prodhon dot këtë lloj ndryshimi të madh, atëherë do të mbetesh gjithmonë skllav i këtyre elitave. Pra, populli shqiptar sot thon ndryshe nga ajo që the ti, e ka të pamundur që përmes votave të ndryshojë elitat e korruptuara që e qeverisin. Këto zgjedhjet janë fars. Këto zgjedhje që po vi absolutisht është eliminuar demokracia. Për mua nuk është demokraci. Për mua sa kohë populli nuk e ka fuqinë të ndryshojë elitat që e qeverisin, kjo nuk është më demokraci. Tu të ndalojnë të bësh referenduma, domethënë që është drejta kryesore e popullit. Kjo është ajo që domethënë ky është si thua gangrena e sistemit politik në Shqipëri. Për mua ky është një popull thjesht i sklavruar ndaj ikën. Shiko, ndaj me rrugët. Redi, ti u bëjmë njerëzve në qikë të thjesht, se ndoshta edhe kaq se kuptojnë, thonë, qa po thot ky Fredi, si ja u marrin këtyre partive të vogla, që ta shpjegoj për ata që se din. E zamë, në Korçë, afërsisht, ka si rreth, ka 230.000 banor në moshë për të votuar, afërsisht. Nga këta shkojnë, votojnë afërsisht gjysmë, 50%. Pra, i bje
diçka më shumë se gjysma vën në votime 120.000, e marrim për lehtësi, se kaq vën në votime, afërsisht 120.000 kanë vajtur në Korçë këto zgjedhjet e fundit, para 2-3 radhëve. Nga 120.000 janë shkojnë 130.000 votime, nga 130.000 janë 11 mandate. Dhe i bie, po të pjesëtosh 130.000 me 11, i bie afërsisht një 12.000, 11.500, po ta pjesëtosh, ja bëj aty me atë makinën. Dhe i bie që të merret mandati, duhet të kesh 12.000 vota që të marrësh një mandat me sistemin rajonal. Dhe ti mund të dalësh aty, mund të marrësh 8% të votave, sepse duhet të marrësh 10% të votave, 12% të votave që ti të futesh një deputet. Ti mund të marrësh 9% ose 10%. Dhe këta mund të marrësh në të gjithë vendin. 9%, 8%, pra ti merr 8% në të gjithë vendin dhe ti s'fut dot asnjë deputet. Dhe këto 8% tash që le një parti, 7% i le një tjetër, 6% një tjetër nga këto të voglat, që janë ja 5-6, 5% një tjetër, këto bëjnë 30%. Pra 30% që të këtyre partive që se kalojnë do 12%, i marrin këta 12 ustallarët, mbi bazën e përqindjeve që kanë marrë. Njeri më shumë, njeri më pak, e marrin 12. Ja u marrin dhe marrin vende në parlament që nuk i ka votuar populli. Pra kjo nuk është demokraci. Demokracia është kur ke marrë ti në rang vendit 8%. 8% të vendeve të vështësh në parlament. Mund ta bësh që të ketë një prag, për shembull 2.5% siç ka qenë më përpara. Ose 5%. Po mos kesh 5% nuk e drejtysh në parlament se si e parti serioze. Okej, ose 4%. Më kupton, 4% me 1.4 i bie 4×4 16, i bie 5.4 deputet. Nuk i merr dot, po e 3.9. Nuk i merr dot 4 deputet. Kupton? Duhet të kesh mbi 4% që të marrësh deputet në rang vendi. Okej, bëre pragun që të dalim parti serioze. Po jo të ketë partia 9% në rang vendi ose 10% dhe mos ketë asnjë deputet. Kjo s'është demokraci, kjo është fars. Po, edhe kjo, Fred, domethënë që të presësh nga të mëdhejt që të mbrojnë të vejtlit, edhe kjo... Po prandaj dhe mund këta duhet të bëjmë protesta atje, gjithë njerëzit, ti nxjerrin atje në protesta të gjata, para se të bëhet kodi zgjedhor, ose të filloj fushata. Këta duhet të nxjerrin 100.000 veta në shesh atje, një avëresh të arrethojnë parlamentin dhe kryeministrinë, derisa të detyrojnë këta 12 të pranojnë një lloj tjetër sistemi, se ka dhe sisteme të tjera, kupton? Po ky është sistemi më i ndershëm, proporcional kombëtar, ose majoritar kombëtar, ose majoritar siç ka qenë deri më 2005-ën, deri më 2009-ën, majoritar i përzierë me proporcional, i korrektuar me proporcional, që t'i ndihmoj këto partitë e vogla për të zënë vend, se në majoritar mund mos fitojnë dot asnjë ato në për zona, po mund të marrë dhe një prag, 3% për shembull, dhe në qoftë se ata s'marrin dot në majoritar, po mbledhin vota në proporcional, mbledhin mbi 3%, të marrin vendet e tyre dhe këtë u siguron 40. 100 janë majoritar, përplasen kok më kok në për zona zgjedhore dhe populli një deputetet e vet. Po jo kështu, bëjnë listat mbyllura, ky fut ata edhe në listat e hapura, arreshtimin e bën si do partia pastaj. I thot Redit që ka marrë më shumë vota në listën e hapur, i thot atij komisionerit atje që ka Ilirian Celibazhin atje në dark. Hajde këtu Redi nxirret të 4 ose të 5 ku nuk merr dot. Fredi që është i 6 do ta futesh të 4 në qytet. Domethënë çdo gjë bën këta të dy, çdo gjë është fars. Kë duan këta futin servilat e tyre dhe njerëzit e tyre atje për të bërë atë që e quajti Redi korrupsion politik, i cili pastaj sjell korrupsion ekonomik dhe gjithë ky korrupsion sjell ngritjet e çmimeve dhe uljen e standardit të jetesës të njerëzve të thjeshtë dhe largimin e shqiptarëve nga Shqipëria. Po kjo bëhet, Fred, duke thënë të vërteta. Domethënë, pra, unë nuk pres nga partitë e mëdha që t'i hapin rrugën partive të vogla, sepse është natyrshmëri e gjës. Unë nuk mendoj që PS dhe PD-ja do mendojnë për partitë e vogla. Partitë e vogla do mendojnë për veten e tyre. Këta do mendojnë për interesat e veta, këta për interesat e tyre. Problemi është çfarë shohun ke partitë e vogla. Nuk thonë të vërtetën. Çdo gjë fillon me të vërtetën. Donald Trump e thyu sistemin sepse thoshte të vërtetën.
ishte gjatë gjithë kohës, se ideja e të bërit politik fillon duke thënë të vërtetën, qoftë për kundërshtarin, qoftë për veten e tij. Në momentin që ti je në pjesën që nuk arrin dot thuash të vërtetat që le të themi që shqetësojnë popullin tënd, se përmes atyre të vërtetave pastaj populli identifikohet me ty. Nuk shohën ndonjë le të themi parti nga këto të voglat që në një farë mënyrë përfaqëson shqetësimin që është thellë në zemrat e qytetarëve shqiptar. Ndaj e shoh të pamundur. Ideja është, kjo është një betejë e madhe, po një betejë midis të vërtetës edhe gënjeshtrës. Dhe fillon me thënien e të vërtetave për veten edhe për tjerët. Kështu që një nga arsyet pse janë të dobta partitë e vogla është fakti që dhe gjën më të thjeshtë që kanë dorë, që të thonë mendimin e tyre, të shprehen hapur, të përfaqësojnë shqetësimet e popullit, nuk e bëjnë. I kanë të modifikuara qëndrimet, e kanë ligjërimin, e kanë tejet të kodifikuar dhe tejet pa kuptueshëm për popullin e thjeshtë. Kështu që ndaj them, kjo situatë, edhe pse mund t'i akuzojmë Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, domethënë për një komplot të madh kundër të vet, për mua është ligjësi e politikës. Ligjësia e politikës është të fortët bëjnë ato që bëjnë, të dobët të vuajnë ato që vuajnë. Nëse do të bëhesh i fortë, fillo dhe thuaj të vërtetat ashtu siç janë. Vetëm aty do fitosh admirimin e popullit, kur bëhesh zëri i hadheve dhe problemeve të tyre. Dhe jo kur bëhesh konjunkturë apo pjesë e konjunkturës, se edhe ke kjo pjesëmarrja në zgjedhje që ti thua se unë jam dakord për këtë sistemin, për të dalë në shesh, për të ushtruar presion, po kjo do të kesh fuqi, dhe fuqia merret tash përmes të thënurit të vërtetave. Po patjetër. Patjetër. E para është fjala, po sa është vepra. Dobësia e këtyre partive është fakti që nuk thonë vërtetën. Duhet t'i elaborojnë, t'i thonë këto gjëra dhe njerëzit t'i bindin. Dhe popujt e mëdhenj janë popuj që i kanë bërë shqiponjat, nuk i kanë bërë delet. Në qoftë se këta do blegërinë këtu, këta që blegërinë nuk bëjnë dot komp, nuk bëjnë dot familjen e tyre, nuk ngrejnë dot prosperitet. Këta bëjnë vetëm Prandaj i themi ne këto që të bëjnë shqiponja, të mbështesin ata që thonë të vërtetat si shto tredi dhe të dalin sepse asgjë nuk është dhurat. Asnjë e drejtë që ty të takon si qytetare, si votues, nuk është dhurat nga të fortët. Të fortët kanë krijuar avantazhe dhe përpiqen të ruajnë këto avantazhe. Prandaj për të mbrojtur atë dheun tuaj, për të mbrojtur fëmijët tuaj, vetmja mënyrë është të mblidheni në shesh 150.000 veta që duan që fëmijët e tyre të mos u ikin dhe mos e shesin votën për kunatën punë mësuese, për vllajën që i punon në hipoteka, për motrën që i punon në tatimet, edhe po nuk kemi çfarë të bëjmë se na bëjmë presion se na heqin. Kjo punë do njerëz që të jenë si shqiponja, me frikacak nuk bëhet. Redi, mirë, unë mendoj të mbyllim këtë bisedë, tham disa gjëra që rallë thua në për studiot e tjera, sepse është ati nuk e thonë të vërtetën. Thjesht në lozin cicmic në Kalqeto, kur kjo punë ka nevojë për fushë të madhe, ta shikosh nga lart, nga tribuna, se çfarë ndodh dhe ta kuptosh se çfarë gabime janë duke bërë lojtarët. Dhe ne thamë që lojtarët e vegjël janë duke gabuar që në këto zgjedhje. Ata e vetmja gjë dhe ata që do të vinë, që duan të hyjnë në politik, duhet t'ja u thonë njerëzve këto gjëra, t'i bëjmë për vete dhe të bëjmë presion me shumicën e njerëzve të tyre që i kam pas vete kundër politikës për të ndryshuar ligjet, të cilat ta i kam bërë për të fituar gjithmonë vetëm ata. Redi, këto ditë pas pak ditësh, do me thënë mbas 2 javësh i bie, datën 26, 28 janë zgjedhjet në Ungari, në Kanada, ku ky Mark Carney, i cili është kryeministër i përkohshëm, i caktuar mbas dorëheqjes që bëri Trudeau, po do përpiqet të fitojë përballë kandidatit të opozitës të djathtë. Këta janë forcat
e majta nga partia e këllirave Trudeau's, të cilat e masakruan popullin kanades gjithë këto vite, arzuan ekonomin, i masakruan gjatë periudhës së pandemisë. Ne mbaj mend që pati protestat të mëdha nga këta kamionistët të cilët rrethuan Ottawën dhe Toronton. Mirë po, Kabala e shikon si shumë të rëndësishme problemin e Kanadas dhe juria qetësia ndë regjia. Dhe për të tash britanikët po përpiqen me kandidatin tjetër i cili është një aset i madh i Kabalës, Mark Carney, me të cilin do përpiqen të vendosin rregulla të reja loje në Amerikën e Veriut, por në të gjithë botën. Mark Carney është një monster i cili ju ka bërë shumë shërbime Kabalës, ka qenë guvernatori bankës në Kanada, u bë guvernatori bankës në Britani, gjatë kohës që ishte guvernatori bankës në Angli, ai i japi dhe i krijoi bankave të Kinës, bankave shtetërore, jo private, ju krijoi mundësinë që ato të hynin në sistemin swap të këmbimit të parave me perëndimin, nëpërmjet cilave juani kines u përpoq të rrethonte dhe të mbyste dollarin amerikan. Paratë e kinezëve, Kina po përpiqet të bëjë një soft war, soft occupation, domethënë një pushtim të butë të vendeve të ndryshme të botës nëpërmjet korrupsionit dhe blerjes politikanëve kryesor të botës, një prej të cilëve është Mark Carney. Mark Carney ka punuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara me këto agendat jeshile nëpërmjet të cilave këta kërkojnë të bëjnë depopullimin, sepse bëjnë prishjen e sistemit elektrik të tokës duke hedhur chemtraile, prishja e sistemit elektrik që vjen nga dielli në tokë, prish sistemin elektromagnetik të tokës, duke prishur sistemin elektromagnetik të trupit të njeriut, por edhe të famës dhe të kafshëve në botë, dhe kjo ju prish frekuencat trupave dhe nëpërmjet frekuencave bie ka një rënje të imunitetit të trupave dhe kjo është arsyeja pse gjatë gjithë kësaj kohe që këta e gërsirat po hedhin vazhdimisht çdo ditë hedhin nga qielli chemtraile dhe këtu në Shqipëri unë kam kohë që punoj për ta denoncuar këtë situatë të rëndë. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore, përveç se ata prishin fushën elektrike dhe elektromagnetike si pasojë tokës, siç e shpjegova, këta hedhin dhe helme të ndryshme, të cilat elmojnë barin, elmojnë kafshët, me kafshët ushqehemi ne, me këto bujqësinë ushqehemi ne, duke marrë këto element toka helme, këto fillojnë dhe elmohen dhe krijojnë toksicitet në trupin tonë. Dhe kjo është arsyeja që imuniteti i trupave të njerëzve vazhdimisht po bie, farmacit me gjithë se njerëzit ikin dhe largohen, jam shtuar më shumë se furrat e bukës, kur në kohën e Turqisë nuk ka pasur një farmaci mund të kishte një territori madh pafund. Nuk smureshin njerëzit, vetëm mund të kishin smundje të ndryshme si dhimbje në dëmpall, se në atë kohë s'kishte dentist, mund të vdisje nga një apandesit, mund të vdisje nga një elmim nga ushqimet, sepse nuk dinin si të mjekoheshin, por ata që dinin të ushqeheshin mirë edhe anin me kujdes dhe kishin dhe pak fat, ronin mbi 100 vjet dhe nuk smureshin kur. Kurse tash të gjithë njerëzit i ketë smur, fillojnë me 2 ilaçe, me 3 ilaçe. Dhe ilaçet i kanë bërë me 3 përmbajtje ready, këta të Big Pharmës. Ka elementin 30% farmaceutik, i cili të kuron pjesërisht, ka elementin toksikologjik 30% që të elmon dhe të shkakton një dëmtim të një organi tjetër, që ti pas sa kohësh të fillosh të blesh ilaçe për organin tjetër. Ka dhe
drogën që të qetëson për momentin dhe ty duket sikur ilaçi të bën mirë, thua shiqyr pikte, po krijon varësi. Dhe ndërkohë ata punojnë në mënyrë tinzare që ti të blerësaj ilaçe të tjera. Pastaj njëjta gjë ndodh kur merr për atë organin tjetër, ai jep kështu dhe fillojnë dëmtimet të gjitha me radhë. Dhe njerëzit e fillojnë me ilaçet, me një ilaç, edhe pas 10-15 vjetësh ka një kuti të madhe kaq, në mëngjes këto, në drekë këto, në darkë këto. Kupton, dhe të gjithë i ke të smurë sepse janë edhe pa mend në kokë dhe nuk studiojnë dhe nuk lexojnë që të mbajnë atë trupin e tyre biologjik. Pra Mark Carney ka dhënë një kontribut shumë të madh për agendat jeshile të depopullimit. Është i lidhur nëpërmjet kabalës me Kinën për të shndruar gjithë të vendet Amerikën Veriore mundësisht ta kalojnë në komunizëm dhe të përdorin sistemin komunist kinez, ku njerëzit të përdoren si kabje laboratori, se çdo eksperiment për nështrimin e njeriut ka filluar dhe vazhdon të krijohet nga Kina me Smart City-t me. Këtë emision përfitojmë të bëjmë thirrje shqiptarëve që janë në Kanada që të jenë shumë të kujdesshëm dhe ta dinë se për kë po votojnë. Është një mostër si Mark Carney dhe nga ana tjetër një parti e djathtë konservatore që është më me këmbë në tokë dhe kërkon të shkëputet relativisht qeverisja e Kanadas nga Britania dhe nga kurora britanike dhe të afrohet me Shtetet e Bashkuara. Dhe ne mendojmë që për këtë duhet të votojnë shqiptarët e Kanadas. Ta mendojnë dhe le të bëjnë si të duan. Ndërkohë, më ka bërë përshtypje, se po bëjmë një rezume të ngjarjeve ndërkombëtare, në deklarate e këtij Lavrovit, i cili ka deklaruar që në lidhje me Kosovën, kur e pyetën që nëse ne dimë që Serbia ka kërkuar shkëmbim territoresh për të njohur Kosovën dhe nëse Serbia njeh Kosovën mbas shkëmbimit të territoreve, atëherë edhe ne do ta njohim Kosovën bashkë me Serbinë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kjo është një domethënë lajm i rrallë, po ata i japin sepse duan dhe ata të marrin tokat në Ukrainë, të cilat i kanë pushtuar në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare, ashtu siç quajtën dhe pushtimin e Kosovës dhe sulmin e NATO-s mbi Serbi, si shkelje të rregullave ndërkombëtare, pa u marrë vendim nga ai Këshilli i Përhershëm i Sigurimit, ku kundërshtuan Kina dhe Rusia në Këshillin e Përhershëm të Sigurimit për luftën që bëri NATO-ja, luftën e drejtë që bëri NATO-ja mbi pushtuesit serbë dhe mbi genocidistët serbë kundër popullit shqiptar në vitin 98-99, që kishte filluar më përpara, në fakt, po aty arriti kulmin. Dhe njëkohësisht në Turqi kërkonja të diskutonim çik për këto termat. Turqia duket që ka një konflikt midis Turqisë dhe Izraelit për çështjen e Sirisë. Ka pasur deklarata nga njerëz me influencë në Shtetet e Bashkuara si Jeffrey Sachs, i cili ka punuar në Kombet e Bashkuara me Kofi Annan dhe Ban Ki-moonin, i cili është një njeri me ndikim në opinionin publik amerikan, po dhe në botë. Ai ka dhënë disa intervista në Indi dhe tash ka qenë mos gaboj në Antalya në Turqi, ku ka bërë një takim me qindra mijëra njerëz atje në një bisedë që ka bërë me një personalitet turk në fushën e medias. Dhe ka thënë që CIA shkatroi Sirinë, Obama ka marrë vendim për të shkatruar Sirinë, sepse Izraeli kërkonte që ato vende që ndiqnin politika kundër sionizmit të eliminoheshin dhe kështu u eliminuan Kadafi, Iraku dhe e fundit që kërkojnë sionistët është rrëzimi i Iranit. Ndërkohë Huthit u goditën nga Shtetet e Bashkuara, të cilat morën pjesë për herë të parë, që kur ka ardhur Trumpin të dy ato mandatet, ky i dyti sapo ka filluar, mori pjesë në një luftë duke goditur Huthit për të shërbyer qëllimeve të Izraelit. Mirë po, Huthit janë ringritur nga hiri si Sfinksi dhe kanë goditur para 2 ditësh të gjitha qytetet kryesore të Izraelit dhe kanë çarë atë me raketa hipersonike, me raketa hipersonike
dhe kjo lufta e Iranit nëpërmjet këtyre instrumentave të tjera që ka përdorur, proxy war që quajnë, Hezbollah e këto, dhe ato kanë rënë në një gjumë letargjik, nuk mund të themi që janë shkatruar në këtë interbellum, siç e hapën në këtë situatë ndërluftuese, dhe mendohet Shtetet e Bashkuara kanë çuar ato avionët goditës B2 në Diego Garcia. Po, në Diego Garcia janë 6-7 avion sa ka dërguar, dhe ka mundësi dhe ka kërkesa vazhdimisht nga Netanyahu, i cili si një politikan agresiv dhe luftënxitës i kërkon vazhdimisht Shteteve të Bashkuara të sulmojë Iranin, por sulmi mbi Iranin mund të tërheqë Rusinë dhe Kinën, dhe aku jemi në luftën e tretë botërore. Unë mendoj që të gjitha këto i drejton një dorë, do dëshironja që të ishte që Trumpi me Putinin të ishin vërtet kundër këtyre, por sepse dyshoj që të gjitha i drejton një dorë. Është duke u krijuar rajoni i Amerikës Veriut, Grenlanda, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, që i ka shpallur Trumpi. Po, është harta e klubit të Romës e vitit 74, kam vendosur që të bjerë komunizmi dhe pasaj mbas 30 vjetësh të ndërtohet kjo hartë zonale me 10 rajone. Megjithatë, ne jemi këtu duke folur më shumë jo për shkaqet, pra nëse ekziston apo se ekziston një dorë vetme, po mbi pasojat. Çfarë mund ndodhin dhe për mua jemi të një proces Shtetet e Bashkuara, Izrael 1, lufta kundër Iranit 2, dhe për në Kanada po të kishte ndonjë koment. Këto 3 çështje. Për Kanadan, për mua çdo vend që do dali kundër interesave të Shtetit të Bashkuara të Amerikës do përfundoj si Kuba, dhe do e kanë lënë shembull Kubën, me fjalë që fundi i çdo vendi që do guxoj ta bëj do përfundojnë më keq se Kuba. Kështu që nuk e shoh dhe aq të rrezikshme situatën atje, sepse është Amerikën Veriore dhe Amerikën Jugore, mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur dhe kanë dhe do kenë gjithmonë kontroll total lidhur edhe me atë që ndodhi te kanali Panamas së fundmi. Kështu që nuk mendoj që prej Monroes, domethënë nuk guxon askush në territor atje që të dalë jashtë rreshtit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kina kishte hyrë fuqishëm. Kishte hyrë, po që në Groenland ka hyrë. Po që do të spostohet, sepse thash, por për sa i përket të gjitha zhvillimeve që po ndodhin, unë i shoh në kuadër të bisedimeve Shtetet Bashkuara të Amerikës Rusi. Pra është produkt, janë ngritur 6 komisione në Riyadh. Në gjitha këto komisione po diskutohet se si do zgjidhen vatrat e nxehta të globit, dhe një nga komisionet lidhet drejt për drejt me çështjen e arkitekturës së sigurisë së botës. Pra qoftë ajo që tham për Kosovën që ka deklaruar Lavrov, qoftë për situatën në Iran. Atë që është të Trumpi në marrëveshjen që i thirri më 2019 këta në shtator, atë është bënde Trumpi, do më thënë shkëmbeni këto teritoret, këto me shumit serbe, këto të Luginës merin ju. Jepni 1000 kilometra, 1100, nuk e di sa janë ato komunat, edhe meni 1100 këte, do meni 2 qytete, Preshev, Medveq, Bujanovci do shkëmbet me Mitrovicën e Veriut. Në qoftë se Mitrovicën e Veriut do të kaloni ande, do meni Bujanovcin. Në qoftë se Mitrovicën e Veriut do të ambani në Kosovë, atëherë Bujanovcin do të mbajnë ata. Kupton? Domethënë kjo është Ujmanin do ta kontrollojnë britanikët për 1 shekull, do ketë ekstra territorialitet Kosova në këtë territor, duke qenë garant britanikët për ta menaxhuar me funksionet e sotme, jetike që ka për Kosovën, edhe kjo ka qenë plani i këmbimit të territorave. Gjithsesi është produkti bisedimit, pavarësisht se ka dhe dyshime, ashtu siç thuhet, se kush është pasaj. Për mua janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Rusi në këtë histori, që po marr edhe për Iranin janë sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia që po vendosin. Pra kanë një Heritage Foundation, që është ky fondacioni që qëndron pas gjitha vendimeve që po merr Donald Trump. Domethënë është ai fondacion që ka bërë gati të gjithë Agendën 2025. Kështu që në këtë kuadër thjesht po negociohet me Rusin, edhe tani po negociohet me Iranin, thelbi i gjithë, apo dhe kjo përplasja Turqi-Izrael që
po do më thënë në një farë mënyrë janë ngritur deri diku tensionet për shkak të bazës ushtarake ajrore që po merr Turqia në afër Palmirës, janë ngritur tensionet. Por, siç e pam edhe në bisedën midis Netanyahu dhe Donald Trump, Trump tha që Erdogan është një mik i imi, sa herë do keni problem, vi unë edhe i zgjidh problemet. Ai s'm ka dalë ndonjëherë fjalë. Paga shumë këto terma, se Trump flet në terma shumë të kuptueshëm. Erdogani ka mundësi të bëjë zgjedhje të parakohshme në tetor, është shumë i smur, ka pasur 3 ndërhyrje në kolonë. Është me kancer, thonë, e kam dëgjuar, po për zgjedhjet parakohshme edhe mund të jetë si variant, po për mua Erdoganin e shpëtuan. Kam Fidan mund të jetë kandidati kryesor për të bërë kryeministër. Por ideja e spostimit të bisedimeve nga Riadi në Stamboll, që u bë së fundmi, është një sinjal që Putini po e ndihmon sërish Erdoganin për ta shpëtuar nga situata që është krijuar brenda Turqisë. Kështu që në këtë kontekst unë them që paga shumë Erdogan është një figurë që mendoj që do të vazhdojë të jetë, sepse do ishte, domethënë për sa i përket zhvillimeve të mëdha që po ndodhin, për mua është lojtar shumë i madh dhe mungesa e Erdoganit do krijonte shumë probleme në atë rajon, pavarësisht se kanë Fidan shikohet si një njeri që e zëvendëson në mënyrë shumë denjë, do ta zëvendëson në mënyrë shumë denjë. Por nuk shoh ndërhyrja e Trumpit për sa i përket Izraelit dhe Turqisë, domthonë për mua ai shuajti të gjitha ato frikrat që mund të kishte një përplasje të mundshme. A do ketë një përplasje me Iranin, të shikojmë. Unë nuk e shoh që do ketë përplasje sepse mendoj që Rusia do të ndikojë tek Irani, se nuk e di a e ke lexuar, Irani ka kërkuar që domethënë në mënyrë që të heqë dorë nga programi i saj bërthamor, duhet që edhe Izraeli të heqë dorë nga programi bërthamor. Ky është kushti i Iranit. Shikojmë, për mua Rusia është garant i Iranit. Shumë mirë kanë, përse aty në rajon duhet të jetë një shtet i vogël me fuqi bërthamore dhe një shtet i madh me 80 milion banor, të mos ketë të drejtë të mbrohet nga fuqia bërthamore e një shtetit vogël. Shumë të drejtë ka. Për mënyrën se si Trumpi foli Netanyahu, unë e shoh gjë të mbyllur, Iranin paga shumë pavarësisht se ç'thon, Irani në një farë mënyre të vetmin garant që ka në territor sigurisht ka Kinën, po garant ushtarak ka vetëm Rusinë. E ka pajisur me avion Su-35 që thonë këta, që kanë avionet Su-35, sipas ekspertëve që unë kontaktoj, janë avion që nxjerrin jashtëroje këta B2 sepse fluturojnë më lart. Gjenerate 5. Fluturojnë më lart dhe arrin të identifikojnë pozicionin e këtyre stealthave. Domthonë, në këtë kuptim Rusia po luan Rusi SBA, po marrin vendime dhe do t'i marrin një pas një të gjitha vatrat e nxehta të globit, do t'i japin zgjidhje, pastaj do të shkojmë, unë vazhdoj t'i mbetem asajt Mike Pompeo që kam deklaruar këtu, që nuk është se është vizion i Pompeos, është vizion i madh i të djathtës amerikane që lidhet me izolimin e Kinës. Mirë, ishte kënaqësire. Kënaqësia ime. S'ke ndonjë gjë tjetër? Jo, unë kështu i shoh të gjitha, domthonë edhe Iranin, edhe Izrael, Turqi, pavarësisht se tash janë shtuar numri ushtarëve amerikan në territor, pavarësisht se kanë ardhur avion B2, mos harrojmë që edhe Irani ka ofruar raketa në kufi me Izraelin, domethënë në Irak, raketa hipersonike me rrezet gjatë, raketa që mund vinë edhe deri në Europë, thonë specialistët. Po, është mbi 2000 kilometra. Por unë nuk e shoh këtë, e shoh thjesht si një moment deterrence më shumë se sa një moment negocimi, se sa një moment që mund të prodhojë një shpërthim të mundshëm, sepse ajo që ti the është shumë e vërtetë. Në rast se SBA do vendosin të sulmojnë Iranin, Kina dhe Rusia involvohen me njëherë në luftë dhe aty shpërthen. Është moment shumë delikat. Është me plan kjo nëse ndodh apo tash ke kjo jetë te planet, te autorët e planeve, nuk unë shoh atë të dukshme. Mirë, po e mbyllim këtu, të nderuar shikues, ju falenderojmë që na keni ndjekur, ata që anë mish, ata që pinë qumësht, ju them të largohen nga ky kanal, se i smurën nga mishi, nuk kanë dot mish, dhe
ata që janë dy thundrak të largohen, kurse ata që i vunë gjoksin periudës pandemis bashkë me mua, duke dalë atje në për tubime, që kanë frekuencat tona, që duan mish dhe kanë dhem të forta, dhe që kanë gisht, nuk janë dy thundrak, ju kujtoj të bëjnë subscribe, të abonohen në kanalin ton. Ju në ndihmoni ne pastaj ju ndihmojmë ju, duke ju krijuar efkolira, lehtësira. Tung nga unë Alfred Sako dhe miru pafshim në emision në radhës.